Pas uljes së aksidenteve në muajin janar, duket se dhe shkori 2026 ka vjuar me njëjtën tendencë. Të dhënat zyrtare të publikuar nga Instituti i Statistikave tregojnë se edhe në muajin e dytë të vitit ka një ulje me 9.4% e numrit të aksidenteve rrugore në raport me njëjtën periudhë të një viti e parë. Në muajin shkurt 2026 janë regjistruar 97 aksidente rrugore, të cilat 125 personë kanë mbetur të aksidentuar, të vrarë të plagosur gjatë periudhës janar shkurt 2026. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 9.4% krahasuar me njëjtën periudhë të një viti e parë, thotë publikimi në Instat. Të dhënat tregojnë se shkak për aksidente në shumicën e rasteve është sjellja drejtues të mjeteve në timon, teksa Group Motion për problematike është ajo e re. Gjatë muajit shkurt 2026, 86% e aksidenteve rrugore kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtues të mjeteve. Group Motion 25, 34 vjeç, paraqit numrin të lartë të aksidenteve duke përbërë 27% e numrit total të aksidenteve të regjistruar në këtë periudhë, thotë publikim. Instat gjithashtu vlerëson se proponimi të dhënave kanë nxjerrë në pas se numri më i lartë i aksidenteve rrugore sipas ditëve të javës është shënuar ditën e shtunë me 21%, ndërsa numri i ulët është regjistruar ditën e martë me 10%, ndërkohë numri më i lartë i aksidenteve rrugore është regjistruar për gjatë harkut kohor nga ora 8 deri në orën 12, duke përbërë 22% e numrit total të aksidenteve rrugore.